Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, njoftoi se nuk do të kandidojë për udhëheqjen e partisë në zgjedhjet e brendshme partijake. Pas mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm të AK-s, Haradinaj tha se zgjedhjet partijake do të mbahen nga 20 shkurti deri më 6 qershor. Nuk do të kandidoj për kryetar të Aleancës, tha Haradinaj, duke treguar se janë disa arsye për këtë vendim. E para, tha ai, është koha e gjatë në udhëheqje, përkatësisht nga maji i vitit 2000, kur u themelua partia, por edhe rezultati jo i mirë i partisë në dy palë zgjedhjet e fundit më 9 shkurt dhe 28 dhjetor 2025. AK në zgjedhjet e fundit arriti të siguronte 6 vende në Parlamentin e Kosovës. Haradinaj njoftoi se deri më tani, kandidaturën për kreun e ri të AK-s e ka shpallur Ardian Gjini, por tha se mund të ketë kandidatura të tjera. I pyetur nëse do të jetë kandidat për president, Haradinaj tha se nuk është. Ndërkaq, për qëndrimin e partisë lidhur me votimin e Vjosa Osmanit për një mandat të dytë si presidente, Haradinaj tha se AK-ja ende nuk ka vendosur për këtë çështje. Haradinaj është zgjedhur deputet i legjislaturës së 10 që u konstitua një ditë më parë. Ndërkaq, në zgjedhjet e dhjetorit ai ishte kandidat i AK-s për kryeministër. Në të kaluarën, Haradinaj ka shërbyer 2 herë si kryeministër i Kosovës.